Përshëndetje ju të gjithë që nga dashit deri tek peshqit. Nga ato 12 mesazhe që bëm, tashmë sikur e krijuam një tradicionale që të bëjmë, të krijojmë një lexim të vetëm nga 12 mesazhet e juaja të dashur. Dhe është një lexim në fakt që formon një histori të plotë si një cikël të jetës. Ku njeriu ndeshet me sfida, zbulim, rritje, qartësi të mbrëmshme dhe kështu me radhë. Të dashur, ti që do rezonoj ky lexim për je në një kapitull të jetës tënde ku nuk ke më luksin të shtysh të vërtetën. Ke kaluar përmes dhimbjes, sfidës, forcës dhe vetëdyshimit, por tani është koha që të marrësh jetën në dorë, si ajo që po je, një njeri që ke kaluar shumë dhe gati për të jetuar me vetdije të plotë. Bungu, ke forcën për të filluar nga e para, por mos e nënvlerëso veten. Ti mund të arrish vetëm nëse nuk pret më të tjerë të aprovojnë rrugën tënde të dashur. Gjarë prej shiko mirë për rreth dikush ose ndonjë zakon i vjetër, po të tërheq mbrapa, koha për të pastruar rrethin tënd dhe për të shliruar nga manipulimi, dyshimi apo iluzionet. Mjellma të dashur, je duke ndryshuar, nuk je më ajo që ke qenë, pranoje bukurinë dhe hijeshin që po lind nga brenda teje, pa nevojën për të justifikuar këtë para askujt. Lopa, mos harro të ushqesh veten, jo vetëm të tjerët, jep dashuri por mos harro të marrësh, jep ndihmë por mos harro të pushosh. Tani është koha për ekuilibër. Shpeshherë japim më shumë se ç'duhet duke harruar veten të dashur. Pra, mendimi yti thellë, por është i bukur, mendo, vazhdo, reflekto, por jo të ngecesh. Të ngecesh në një analizë pa veprim, ta them ashtu. Dije kur është koha për të reflektuar dhe kur është koha për të vepruar. E ke diturinë brenda vetes. Mos prit që dikush të të tregojë rrugën. Ti ajo që po krijon, beso në instinktin tënd dhe ec, edhe nëse askush nuk kupton rrugën tënde. Je në një pikë mbështetje për shumë njerëz, por tani sikur duhet parë veten e juaj, të ndërtosh veten tënde, krijo rrënje të forta dhe mos bëj asgjë që nuk është më në përputhje me thelbin tënd. Je në kërkim të asaj çfarë do lloj gjëje për të gjetur një kuptim, një rrugë, një shërim. Mos ndal, shpirti yt di ku po të qon. Dëgjoje edhe nëse rruga është akoma e panjohur. Të gjithë e dim duke parë këtë rrugtimin e juaj sfidat që ke kaluar përmes gjërave dhe tani është koha për të pushuar, jo për të mbjetuar më dhe të fillosh të jetosh, të shijosh, mos e mbaj më armën. Jeni të sigurt tani, një armë për të mbrojtur, nga që gjithë këtë periudhë keni mbjetuar, keni luftuar. Pra, fillo dhe zgjeroje pritshmëritë, ngrit nivelin e pretendimeve, ke nevojë për një perspektivë më të gjerë, mos u kap pas detajeve që të lodhin, largohu pak dhe shiko me sy të freskët drejt asaj që po ndodh. Pyet veten pa frikë, a është kjo ajo që dua, jeta që dua, mënyra si po jetoj, në atë çfarë besoj, kë kam në rreth, mos pranom apo jam unë në paqe me veten time dhe mos pranom më asgjë që nuk është e pastër, nuk është aty për ty dhe nuk të jep asgjë. Dhe si letër fundit, Salmoni është thirrja e shpirtit tënd reale, mos e neglizho. Edhe nëse rruga është vërtet kundër rrymës, ti je duke shkuar drejt vendit ku e ndjen, atje je duke u tërhequr dhe aty do të gjesh forcën tënde. Pra, të dashur, të përmbledhim, largon nga jeta ata që të ulin, që të mashtrojnë, gënjejnë, apo nuk të japin asgjë. Prano forcën tënde dhe vendosmërinë për të vepruar. Je
të jeni më të butë me veten, kujdesu për shpirtin tënd, kujdesu për veten e juaj, kujdesu për nevojat e juaja. Mos moho më thirrjet e mbrëmshme, atë ndjesinë që të kërkon ndryshim brenda vetes. Dëgjoj instiktin dhe ndjek të vërtetën tënde. Jeni më të fortë se ç'mendoni. Por tani është koha të mos luftosh më kot, duke luftuar për diçka që vërtet nuk e vlen. Tani është koha për të jetuar ndryshe. Tani është koha për të kthyer gishtin nga vetja, apo për ta parë në pasqyrë dhe të thuash, ti je ai, ajo që duhet të shoh së pari, mbi të gjitha, dhe asnjëherë të vësh veten tënde pas të tjerëve.